Në Turqi, para disa orësh, një sulm terrorist tronditi shtetin. Në qytetin Yalova, pranë Stambollit, forca turke të sigurisë u përleshën me qeliza terroriste të ISIS. Forca turke të sigurisë u përleshën me militantët e Shtetit Islamik gjatë një sulmi me armë në provincën e Yalovës, në jug të Stambollit, duke vrarë 6 militantë dhe 3 oficer policie, sipas deklaratës të ministrit të brendshëm të Turqisë. Të gjithë militantët ishin shtetas turq, tha ministri për gazetarët. Përleshjet kanë vazhduar për orë të tëra midis policisë turke dhe antarëve të ISIS. Si arriti ISIS të fuste kaq shumë armë dhe municione në Yalova që do të lejoni luftime kaq intensive? Për këtë kohëzgjatje, përgjigja vjen e natyrshme, që nga momenti që Turqia prej dekadash mbësh xhihadistët, kjo do të ndodhte një ditë që ata pratik ktheheshin kundër turqve. Turqia po digjet në zjarrin e terrorizmit, teksa u kthye menjëherë për të përqafuar simbolet e saj. Forca turke u angazhuan në përleshje me luftëtarët e ISIS, pamje të dokumentuara nga kamerat e qytetarëve. Tymi, breshëritë e armëve të policisë dhe xhihadistëve jehoni në qytet dhe në zonën përreth. Njoftimi lokal thot, organizata terroriste ISIS ka ndikim të rëndësishëm në Yalova. Përmes vendosjes e elementëve të ISIS në partinë e presidentit Erdogan dhe tani, organizata është kthyer kundër tyre pasi dëshiron kontroll të plot mbi provincë. Yalova ndodhet në Turqinë veriperëndimore, në bregdetin e detit Marmara, midis Stambollit dhe Sakarjas. Cila është dora e fshetë prapa këtij akti terrorist është e vështirë të thuhet në këto momente. Aludimet mund të jenë të shumta, por po u lëm ditëve në vijim të zbardhin ngjarjen. Mask Channel. Please subscribe.